Toni pushton shtëpin kapsul. Zbulohet pra paskena që banorët e nuk e din ende. Edhe pse të gjithë menduan se rrugtimi i përfundoi, Toni ka dëshmuar se është matse me 9 jetë në këtë edicion të Big Brother VIP Kosova. Prej disa ditësh, ai është zhvendosur në ambientin e izoluar të njohur si shtëpia kapsul, duke u bërë protagonisti një prej kthesave më interesante të këtij sezoni. Ndryshe nga sa mund të pritej, izolimi dhe vetmia nuk e kanë thyer as pak moralin e tij. Përkundrazi, pamjet e fundit të publikuara nga faqja zyrtare e Big Brother VIP Kosovës tregojnë një Toni krejtësisht ndryshe, energjik, të disiplinuar dhe të gatshëm për t'u rikthyer. Ai e ka nisur mëngjesi me një rutinë strikte, duke treguar një zotësi të admirueshme edhe në punët e shtëpisë, veçanërisht në rregullimin e shtratit, gjë që ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale. Ndërkohë që Toni po shijon këtë periudhë reflektimi dhe po përgatitet për lëvizjen e radhës, brenda shtëpisë kryesore mbretëron padia absolute. Banorët e tjerë vazhdojnë të besojnë se ai është eliminuar përfundimisht, pa e marrë mendjen se rivali i tyre është vetëm pak metra larg, duke vëzhguar dhe pritur momentin e duhur për t'u rishfaqur. Kjo strategji e produksionit ka ngritur pikpyetje të mëdha. Si do të reagojnë banorët kur të shohin Tonin sërish mes tyre? A do të jetë ky izolim avantazhi i tij i madh për të goditur konkurrentët aty ku nuk e presin? Një gjë është e sigurt, Toni nuk është thjesht një banor në kapsul, por një bombë me sahat që pritet të shpërthejë së shpejti në shtëpinë më të famshme në Kosovë.